Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, takohemi sërish me videon tonë të radhës, ku do të flasim sot për dashurinë e prindërve në Islam, në hijen e ajeteve kuranore dhe në hijen e sunetit të pejgamberit alayhis salam, ku do të flasim për sakrificën që bën babai dhe nëna, dhe do të flasim për nevojën se si do të kenë ata kur të plakën dhe kur të jenë të varur nga ne. Kjo është një temë që prek zemrën, zgjon ndërgjegjjen dhe na kujton një vërtetë të madhe. Kënaqësia e Allahut është e lidhur me kënaqësinë e prindërve. Dashuria e prindërve është një ndër dhuntit më të mëdha që Allahu xhelle shanhu ja ka dhënë njeriut. Ajo është dashuri e sinqertë, e pastër dhe e pakushtëzuar, e cila nuk kërkon shpërblim. Në Islam, dashuria ndaj prindërve nuk është vetëm një ndjenjë, por është ibadet, është sakrificë, e cila ndihmon njeriun që të fitojë kënaqësinë e të madhit Zot. Allahu e ka lidhur respektin e prindërve me adhurimin ndaj tij. Prandaj edhe në Kur'an thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka dhënë urdhër që të mos adhurohet askush tjetër përveç atij, edhe të jeni të mirësjellshëm ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre apo të dytë i zë pleshëria tek ti, ti sillu me ta mirë, mos i kundërshto ata dhe folu fjalë të mira. Dashuria ndaj prindërve është e mbjellur si mëshirë nga Allahu xhelle shanhu. Allahu në Kur'an thot: "Ne kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë ndaj prindërve. Nëna e barti atë mund mbi mund." Prandaj dashuria ndaj nënës dhe babait nuk është një rastësi biologjike, por është një mëshirë hyjnore nga i madhi Zot. Nëna sakrifikon trupin, shëndetin, kohën e saj, ndërsa babai sakrifikon forcën e tij, mundin e tij dhe përpjekjet e tij që të ketë një mirëqenie sa më të mirë në familjen e tij. Nëna është simbol i mëshirës së pakrahasueshme. Edhe pejgamberi alayhis salam, kur është pyetur se kush e meriton respektin më të madh, pejgamberi alayhis salam është përgjigj 3 herë nëna. Vetëm pastaj, pas 3 herë, ka thënë babai. Kjo do thotë që ndjenja e nënës është shumë më thellë se sa ndjenja e babait. Pra nëna është simbol i dëmshmërisë, është krijesë më e butë se sa babai, dhe çfarë do rrethane që do ishte fëmia i tij, qoftë i vogël apo i madh, ajo ndjen të njëjtën ndjenjë që ka ndjen më herët. Është tregimi i Alkamës. Alkame ka qenë një sahabi i njohur, i cili ka qenë prej sahabive që është falur shumë, ka agjëruar, ka dhënë sadaka, por që e kishte një problem shumë të madh. Në momentet e vdekjes, ai nuk po e thoshte dot shahadetin. Dhe këtë gjendje ja treguan të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhis salam, dhe ai pyeti më njëherë: "A ka nënën gjallë?" Dhe pastaj shkuan te nëna e tij dhe e pyetën çfarë ka ndodhur me Alkamën që s'po mundet të shqiptoj shahadetin. Dhe ajo tha një fjalë të madhe. Alkamja ka qenë besimtar i devotshëm, ka falë namaz, ka dhënë sadaka, por një problem të madh ka pas sepse i ka dhënë rëndësi më të madhe bashkëshortës së tij mbi mua. Dhe në këto momente bile me ka lënë të vetmuar, për këtë arsye unë nuk ja kam falur atë që ka bërë me mua. Dhe kur e pas seriozitetin e saj, pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi shokët që të ndezin një zjarr dhe u tha që ne do ta djegim Alkamën në këtë zjarr. Dhe në këtë moment u shfaq
mëshira e nënës, ajo e cila gjithmonë ndjen dhimbje për fëmijën e saj. Tha, ja Rasul Allah, si ka mundësi që të ma djegni fëmijën tim në zjarr? Dhe Rasulullahu i tha, oj nëna Alkamës, më mirë është të digjet këtu se sa të digjet në zjarrin që është në botën tjetër. Në këtë moment, ajo e kuptoi mesazhin e pejgamberit alayhis salam dhe i tha, unë ja kam bërë halal Alkamës. Dhe në atë moment, Alkamja e dha shahadetin e tij, duke shkuar në botën tjetër, pasi që e fali mëshira e nënës. Pra, ky mesazh është prej mesazheve më të mëdha, më madhështor për gjithë ata të cilët jetën e tyre e kalojnë duke vlerësuar më shumë bashortën se sa nënën e tyre. Babai gjithmonë mundohet që në heshtje dhe në formë të ndryshme të veproj për të mundësuar një mirëqenie sa më të mirë familjare dhe nuk e ka natyrën që e ka nëna, që është më e dhimbshme se sa babai, por ka edhe ai rolin e tij dhe duhet vlerësuar padyshim. Në Kur'an tregohet ngjarja e Ibrahimit alayhis salam me babain e tij. Edhe pse ishte në humbje, ai asnjëherë nuk ngurronte të tregonte respekt për babain e tij, duke shprehur fjalët më të buta dhe duke u sjellur në mënyrë të respektueshme karshi babait e tij. Dashuria e prindërve është një të kohë edhe sprov për fëmijët. Islami nuk e sheh dashurinë ndaj prindërve vetëm si të drejtë, por edhe sheh edhe si provë. A jemi duke i vlerësuar sa duhet prindrit tanë? A jemi duke i dashur ata sa duhet? A jemi duke i respektuar dhe duke i duruar ata kur janë në moshën e thyer? Të gjitha këto tregojnë se roli i prindërve në Islam është jashtëzakonisht shumë i madh, për të arsye dhe në ajetin që e kemi të cekur edhe më lart, Allahu xhaleshanu po na urdhëron që të sillim mirë ndaj tyre dhe mos t'u themi as of kur flasim me ta. Dashuria ndaj prindërve vazhdon edhe pas vdekjes së tyre. Ne duhet vazhdojmë edhe me tutje t'i respektojmë ata. Por çfarë forme mund t'i respektojmë ne prindrit pas vdekjes së tyre? Duke dhënë sadaka për ta, duke i respektuar miqt që ata i kanë pasur në këtë jetë, duke bërë lutje për ta gjatë jetës tonë. Për të arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur vdes njeriu, i shkëputen të gjitha veprat përveç 3 veprave. E para, ka thënë, ai që ka dhënë sadaka lëmosh në jetën e tij, do t'ia sheh hajrin edhe pas vdekjes së tij. Nëse e ka lënë një pasuri e cila është e dobishme, një hajrat i cili është e dobishëm, pra duke dhënë sadaka në këtë formë, ai ka bërë mirë vetes së tij dhe do të vazhdojë të jetë rrjedhshme për të. Një person i cili ka lënë dituri të dobishme, pas ti që kanë dobi njerëzimi, do të sheh hajrin e asaj diturie, dhe personi i cili mbrapa ka lënë një fëmijë i cili lutet për të vazhdimisht, do jetë dobishme për prindrit pas vdekjes së tyre. Por si është gjendja e prindërve në kohën moderne? Është e vështirë të thuhet se sot prindrit në kohën që po jetojmë, një pjesë e tyre dërgohen në shtëpinë e pleqve, sepse fëmijët e tyre i kanë braktisur. Një pjesë e tyre ndjejnë shqetësim që në shtëpi kanë pleq. Një pjesë e tyre mezi presin që prindërit e tyre të largohen nga kjo botë dhe të lirohen prej tyre, duke harruar se prezenca e tyre në shtëpi është bereqet, është mirësi, është begati nga i Malli i Zot, sepse respekti dhe përkujdesi që ti do të kesh ndaj prindërve do të shpërblehet nga i Malli i Zot, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. Dashuria e prindërve është pasqyrimi i mëshirës së Zotit në këtë botë. Kush i respekton prindrit, ka respektuar urdhën e Allahut. E kush i lëndon atë,
ka humbur mëshirën e Zotit dhe ka humbur kënaqësinë e tij. Prandaj në fund e bëjmë lutjen të cilën e gjejmë në surën Isra, ku Allahu xhaleshanu thot: "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dhe bëj lutje, o Zot, mëshiroj prindtë mi ashtu siç më kanë edukuar mua kur kam qenë i vogël. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju faleminderit për vëmendjen. Deri në takimin tjetër, ju lëm në mëshirën e të Madhit Zot.